5 maj. Strasburgu prej vitesh, më shumë se një dekadë, ka rezolut që të dënohen krimet e komunizmit si krimet e nazizmit. Nuk duhet të ketë më simbole të diktaturës, të sistemit diktatorial komunist. 5 maj vazhdon të jetë dita e dëshmorëve. Unë respektoj gjithkënd që ka dhënë jetën për vendin, qoftë edhe Qemal Stafa, por në luftën e dytë botërore nuk janë vrarë vetëm partizanë. Janë vrarë njerëz si Skënder Muçur, ballistë, nacionalistë që kanë luftuar për Shqipërinë kundër Italisë. Dhe duke hequr simbolet e komunizmit, nuk mendoj se 5 maj përfshin gjithë dëshmorët që kanë dhënë jetën për liri. Sepse dëshmorë nuk është thjesht një periudhë lufte 3 deri në 5 vjeçare. Shqipëria ka luftuar, shqiptarët kanë luftuar me shumë armiq, pra do të ishte ashtu siç Rama ja hoqi stadiumit kombëtar Qemal Stafa emrin, dhe nuk e ka pasur të lehtë sepse ka pasur kundërshtim të mëdha. Kështu do të ishte edhe 5 maj. Për respekt për Qemal Stafën, për ata komunistë, partizanë që janë vrarë. Por shifra nuk ka qenë 28.000. Nuk ka shkuar kur më shumë se 4.000 ose 5.000 dëshmorë, vrarë, dhe këtë ma ka thënë një nga ish shefat e shtabit të Partisë Socialiste, kur kanë ardhur delegacionet gjermane, ndaj të cilëve janë kërkuar dëmshpërblime, gjermanët kanë thënë që kohën e Hoxhës bënë një listë, dhe lista nuk shkoi kur më shumë se 4.000-4.200 vetë. 5 maj është dita e vdekjes së Napoleon Bonapartit, ndaj të cilit Hoxha ka pasur një simpati. Nuk është folur për një masakër, për shembull, të tetorit 1943, kur janë vrarë dhe 500 vetë në Tiranë, bombarduar nga avionët anglez. Pa dashje. Por as regjimi s'ka folur asgjë për këtë masakër. Ka pasur një dëshmi nga një kirurg i nderuar si Maksud Rasa, i cili ka qenë asistent kirurg, që e mban mend se si vinin njerëzit gjakosur dhe vdisnin në sallën e operacionit, dhe kirurgu ishte një italian që shpëtoi, por që në 45 u shkatua nga sistemi komunist. Ndërkohë që në Shqipëri po flitet për krizën e madhe, madje Rama është përcaktuar si bishe plagosur dhe vazhdon të mos paraqes prezantoj seriozisht Shqipërinë, kudo që shkon, vishet si bufon, me skena turpshme, duke përqafuar e putur pjeprin italisë në mënyrë arrogante dhe asnjë klasë. Diu thash që janë 20 dosje të mëdha të trafiqeve ku përmbënden lidhjen me qeverinë shqiptare. Fakti që ata kanë marrë tendra publik, dhe nga ta që veçoj sot është Jefet Çifut, i cili ka probleme nga FBI në Amerikë, që ka marrë thuajse çdo gjë. Nuk e dija përmenda dje, atë do të ngrihet një stadium i përkohshëm 50 milion euro për Kanye West, një figurë antisemitiste, afrikan-amerikan, ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për medikamente të munguara, ka nevojë për shkolla, për botime, për libra, për kulturë. Por Rama nuk do në t'ja di. Do doje ndalesha në diçka. Tesantis duket se do t'y ngarë për president në vitin 2028. Është në të mirë të Amerikës, por dhe botës, që republikanët mbajnë shtëpinë e bardhë. Trump nuk është më energjik siç ka qenë Trump one, ka probleme shëndetësore, ka filluar një dekadencë kognitive dhe vë diskutim Kongresin ose Senatin në zgjedhjet e mesmandatit. Por këtë nuk e di askush. Pollet Trumpi ka provuar gjithmonë të dështuara kundër tij. Nuk ka shkuar asnjëherë mbështetja më shumë se 40% ndaj Trump.
e majta radikale e lufton shumë. Treja networkët kryesore, një ndër to CBS ka bërë dje një reportazh gjatë duke thënë që aviacioni iranian funksionon mbi 60%, raketat iraniane funksionojnë mbi 65%, anijet marina funksionon, nuk e di se nga i nxjerrin këto dhëna sepse nuk kanë reporters there atje. Është një luftë propagandistike nga dy akrat, por i kanë mbetur disa barka të vogla që mund të kustojnë nga $400,000, kur janë shkatruar anijet që nga $400 milion. Dje ka nisur shoqërimi eskortat me anijet amerikane dhe Irani dje teknikisht e ka shkatruar armëpushimin sepse ka goditur një luftanie amerikane. Amerikanët janë përgjigjur, 7 barka të vogla janë ekzekutuar. Irani kërkon të krijojë sa më shumë dhimbje ekonomike dhe ta çojë botën në recesion. Ky është synimi. Do dorëzojnë uraniumin apo jo, nuk ka dhe aq shumë rëndësi, sepse edhe në qoftë se e dorëzojnë atë pjesë të uraniumit, nuk ja heq kush knowledge, njohurin që kanë shkencëtarët iranianë që në çdo kohë të pasurojnë uranium dhe të prodhojnë armë bërthamore. Për të bërë një paralele me Bushin e Madh, personi që na futi në NATO dhe na dha pamërsinë e Kosovës, akuzohet se hyri pa shkak në luftën në Irak. Ambasadori Bolton më ka thënë nuk është kështu, sepse Sadami kishte shkencëtarë që kishin njohurin çdo kohë të prodhonin armë të shkatrimit të masë dhe armë bërthamore. Fuqia e ushtrisë amerikane është e padiskutueshme. Qasja me vendet e NATO-s i jep drejt zotin Trump. Koalicioni të majtëve evropian, anti-Trump, anti-Amerik, dëshmuan dobësitë e Bashkimit Evropian, të vendeve europiane të NATO-s, të një sistemi që i është dorëzuar të majtës, hapjes kufive pa logjik, shkatrimit traditave, shtetkombit evropian dhe përfitimeve të mëdha, sidomos me tarifat që vendosen ndaj Amerikës dhe mungesës tarifave për prodhimet europiane. Europa ka ngritur shtetin social duke spekuluar mbi taksa paguesit amerikanë. Do duhet një president si Trump që thoshte stop. E majta këtu duket se nuk ka njerëz të aftë për të marrë shtëpinë e bardhë. Ka mungesë liderësh. Obama është eloquent, ka klasë kur flet, por tha që unë nuk do të hyj në betejat për të sharë republikanët dhe presidentin Trump. Obama thot që unë nuk dua të bëhem pjesë e kulturës së komentatorëve që japin mendje për çdo gjë. Kultura e komentatorëve ka filluar në radio me Rush Limbaugh dhe në televizion me Bill O'Reilly. Por sot, si thot vetë Bill O'Reilly, duket që ata që afrohen tek networkët janë të paguar për të mbajtur statu quo, sidomos nga e majta, por edhe një kanal si Fox News është ekstremist propagandistik nga e djathta. Natyrisht për të mbajtur shikuesit e shumë që ka maga. Në median e shkruar e vetmja gazetë klasi e djathtë është Wall Street Journal. Pronari Wall Street Journal është i njëjti që është pronari Fox News. Po të shikosh editorialet e Wall Street Journal janë të pamëshirshme ndaj Trump. Po të shikosh Fox News e portretizojnë si Cezari Madh, Augusti fitues, sepse marrin miliona dollar nga reklamat. Murdoch e di që Wall Street Journal lexojnë njerëzit që kanë njohuri, që kanë arsimim. Fox News-in e shikojnë njerëzit me arsim të ulët dhe jo me njohuri të mëdha siç kanë te Wall Street Journal. Në betejën ideologjike
të djathët duket se janë fitues. Por kriza e zgjatur në Iran, problemet në ekonomi mund dhe do godasin zotin Trump. Kushtetuta ka parashikuar që të ketë ekuilibra dhe kontroll ndaj degëve të pushtetit. Familja Trump, sipas medias, por dhe djathtë e ka trefishuar pasurinë për një vit. Fëmijët e llastuar, vajza mediokre, dhe ky do të jetë një problem i madh. Por problemi është që Trump, përpara se të largohet nga shtëpia e bardhë, nxjerr një falje për veten dhe për fëmijët e tij, siç Biden bëri për djalin e tij skandalos. Kjo nuk ka sens dhe Senati thuajse është dorëzuar. Ajo, kam diçka tjetër që nuk e përmenda dje, kandidati për ambasador në Shqipëri ka publikuar një letër që e kanë të gjithë, është tek Komisioni i Etikës, konfliktet e interesit, bizneseve. Personi mbron interesa biznesi. Personi ka qenë kandidat për ambasador në Katar në 2021, e larguan si të paaft, nuk kaloi fare. Kush janë personat që kanë interesa në Katar? Kush është ai klan që donte ta çonte në Katar? A janë të njëjtët ata që e sjellin në Shqipëri? Për mendimin tim, një ish general është një emrim shumë herë më serioz se sa nga figura radikale të majta si Yurikim & Company. Por nëse janë klanet që kanë dashur ta çojnë në Katar, që kanë afinitet me ato klane që nuk janë pronesh në Kosovë, nuk besoj se na ndihmon. Megjithatë, le të presim a do të kalojnë në Senat apo jo. Sidoqoftë, Shqipëria duhet të ketë ambasador, nuk duhet të rinë në nivel legate, por nuk jemi vetëm në Ballkan që nuk ka ambasador. Zoti Trump këtë probleme kanë diplomacinë e tij. Ende nuk ka një drejtor për Bironë e Europës në Departamentin Amerikan të Shtetit.